Në Tiranë u zhvillua konferenca kombëtare nga procedurat te mbrojtja reale, drejtësia që i shërben fëmijëve, që bashkoi përfaqësues të sistemit të drejtësisë, policisë, përmbarimit dhe institucioneve të mbrojtjes së fëmijës në një diskutim të hapur për një drejtësi që garanton dinjitetin dhe mbrojtjen e të miturve. Ato sollën në vëmendje pyetjet thelbësore se çfarë mund të bëhet në praktikat institucionale për të mbrojtur më mirë fëmijët dhe të rinjt, për të siguruar që mbrojtja dhe integriteti i tyre të mos mungojë gjatë të gjithë procesit. Në këtë konferencë u prezantua një studim kombëtar mbi evidenca konkrete mbi zbatimin e të drejtave procedurale për fëmijët në kontakt apo në konflikt me ligjin. Të dhënat dhe gjetjet e studimit përbëjnë një analizë të rëndësishme për përmirësimin e procedurave dhe adresimin e boshllëqeve institucionale në këtë fushë. U vu në dukje se kultura e re që lidhet me reformën në drejtësi dhe ngritje e kapaciteteve profesioniste mbetet një ndër sfidat kryesore të sistemit. U theksua rëndësia e shmangjes së recidivizmit dhe nevoja për modelet e reja trajtimi që i japin përparësi parandalimit dhe reintegrimit të fëmijëve në komunitet. Një nga sfidat më të mëdha që u evidentua lidhet me mungesën e qendrave të rehabilitimit për të mitur, një problem madhor që kufizon alternativat e gjykatave dhe shpesh lë si zgjidhje të vetme masën me burgim, por burgu nuk është një mjedis i përshtatshëm për fëmijët, ndaj është e domosdoshme të ndërtohen modele që mbështesin edukimin, parandalimin dhe integrimin e tyre të plot në shoqëri. Konferenca i kushtoi rëndësi trajtimit me dinjitet të çdo fëmije në kontakt me ligjin dhe promovimit të një drejtësie miqësore, bashkëpunuese dhe parandaluese. Kjo konferencë u realizua në kuadër të projektit Të rinj, të drejtat dhe drejtësia, të zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri dhe financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Kur bëhet fjalë për fëmijët të miturit, sidomos që përballen me ligjin apo janë në konflikt me të, gjithmonë tema është shumë delikate, është shumë e ndjeshme dhe kërkon vëmendje dhe etikë të komunikimit dhe ballafaqimit të fakteve me të ftuarit në studio, por dhe ndjeshmëri nga ana jonë si moderatorët e emisioneve për të qenë të kujdesshëm se çfarë ne nxjerrim nga goja dhe çfarë flasim duhet të jetë korrekte nga pikpamja etike dhe profesionale për të mos lënduar askënd. Dhe në fakt, qëllimi i këtij diskutimi që do të bëjmë në këtë rubrikë është për të kuptuar pak se cilat ishin konkluzionet dhe të dhënat që solli me shumë vlerë konferenca që u mbajti javën e kaluar në Tiranë, sepse nuk flasim vetëm për të rriturit në konflikt, për ata që janë majoren dhe i kap ligji kur janë 18 vjeç e sipër, por flasim për ata të mitur, të cilët për shkak të fatkeqësisë së sjelljeve të caktuara në jetë mund të hyjnë në konflikt me legjislacionin penal shqiptar dhe çfarë ndodh në fakt me ta. Kam në studio për ta diskutuar këtë gjë drejtuesin e programit të miturit Akses në drejtësi, zonjën Albana Izeti. Mirë se erdhe sot në Radio Televizionin Shqiptar, drejtuese e këtij programi që solli me sa duket nëpërmjet kësaj konference disa gjetje shumë interesante për aksesin që kanë fëmijët në radh parë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Kanë Albana akses? Si fillim mirëmëngjes dhe faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio. Për këtë hapësirë në studio. A kanë fëmijët akses në drejtësi? Natyrisht që kanë. Ajo që ne përpiqemi të diskutojmë, qoftë edhe në konferencën që ju prezantuat një herë, është për të parë se në çmas është ky akses, si zbatohen të drejtat e tyre, veçanërisht kur janë në kontakt me organet e sistemit drejtësisë, sa të kujdesshëm jemi ne si profesionistë kur trajtojmë çështjet fëmijëve në konflikt me ligjin. Kështu që natyrisht që cilat janë të ndjeshme. Dhe të trajtojmë së bashku temat që janë të ndjeshme. Cilat ishin konkluzionet e konferencës ku kanë qenë të ftuar një sër personalitetesh? Mes tyre veçovi zëvendësë ministrit e drejtësisë, drejtorin e shkollës së magjistraturës, e cili është përfshirë gjithashtu dhe në diskutimin për çështjet e kodit të ardhshëm penal. Cilat ishin konkluzionet mbi bazën e cilave Shqipëria duhet të tërheqë vëmendjen e aktorëve të shumtë të shoqërisë për të siguruar një mbrojtje reale të fëmijëve nga sistemi i drejtësisë? Në fakt, konferenca ishte momenti përmbyllës i një rrugtimi të gjatë të një projekti 3 vjeçar që ka patur në fokus rritjen e kapaciteteve të profesionistëve të drejtësisë dhe veçanërisht punonjësve të koordinatorëve të mbrojtjes viktimave brenda prokurorive, por edhe nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë me shkollën e magjistraturës,
mundësinë e rritjes njohurive të magjistratëve, gjyqtarë dhe prokuror për trajtimin e çështjeve të miturve veçanërisht. Meqense janë një target group krejt i veçantë, aq më tepër kur diskutojmë për procese penale, por edhe ato civile ku të miturit janë pjesë e procesit, mënyra se si do duhet ta trajtojmë individin, merr një qasje tjetër dhe duhet ketë një qasje tjetër pak më miqësore. Qasje më miqësore? Absolutisht qasje më miqësore. Tani natyrisht që mënyra se si e trajtojmë një fëmijë i cili në një moment të jetës tij gjendet në konflikt me ligjin, ka kryer një vepër penale, ka kryer një kundërvajtje penale, është viktimë, është dëshmitar, është kryer ose një vepër penale, nuk ka rëndësi se në çfarë statusi është. Sistemi do duhet të ofrojë mbrojtje, edhe pse flasim për një vepër penale, dhe sistemi do duhet jetë miqësor. Dhe kur flasim për sistemin, kjo do të thotë nis që nga intervistimi, që nga kush është pjesë e këtij procesi, që nga mënyra se si flasim me fëmin, se si dokumentojmë provat, sa shpesh e pyesim, në çfarë ambienti e pyesim, sepse i gjithë ky rrugtim dhe i gjithë ky proces mund të kthehet në një moment traumatik për fëmijën që lej një shenjë gjatë gjithë jetës. Dhe e gjithë ndërhyrja do duhet të jetë një qasje e cila të ofrojë rregullimin e sjelljes, ta bëjë fëmijën të reflektojë mbi gabimin që ka bërë, por t'i japi mundësinë që ta rikuperoj këtë gabim, ta rikuperoj këtë sjellje, ta kapërcej këtë moment të vështirë të jetës, dhe të reintegrohet dhe të rikthehet. Cili është realiteti në fakt me Shqipërinë? Nuk është besoj bardhëzi, është asbri? Natyrisht. Tani Shqipëria në vitet e fundit ka kryer, si të gjitha dim, një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë. Dhe absolutisht, edhe pse dëgjohet përgjithsisht që reforma kryesisht është tek sistemi gjyqësor, ke çështjet e transparencës, antikorrupsionit, forcimit të sistemit drejtësisë, pjesë e reformës ka qenë edhe drejtësia për të mitur. Edhe si pjesë e reformës në 2018 ka hyrë në fuqi kodi i drejtësisë penale për të mitur, që për herë të parë jep në Shqipëri disa qasje, pra jep mundësinë që për fëmijët në konflikt me ligjin e para të zbatohen masat e shmangjes, pra që do të thotë që një fëmijë të mos ndjeki udhën e një hetimi të mirëfillt, një gjykimi të mirëfillt dhe siç e psojnë të rriturit, por edhe sheh për një sër veprash penale mundësinë që këta të mitur të mos dënohen me burgim, por të shmangen, të marrin disa masa mbështetëse, reintegruese, në mënyrë që, siç e tham dhe pak më parë, të rikthehen në shoqëri dhe të rirregullojnë gabimin dhe sjelljen e tyre. Ta kapërcejnë këtë momentin delikat të jetës tyre, pa shkaktuar shenja në jetë dhe plagë në jetën e tyre. Absolutisht, po. Pse u desh një konferencë për të mbritur tek ky diskutim? Çfarë mungonte këtu që u desh konferenca e organizuar? Kjo është një situatë komplekse, ku ka plot institucione të cilat kanë role dhe përgjegjësira. Terre des Hommes, si një organizatë që ka në thelb mbrojtjen e fëmijëve, ka një program të dedikuar për drejtësinë për të mitur. Pra, nëpërmjet këtij programi tentojmë që të shohim jo vetëm pra të bëjmë bashkë sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe sistemin e drejtësisë për të mitur. E nëpërmjet këtij programi të aksesit në drejtësi, në rrugtimin ton gjatë viteve, do deshëm që të ndalonim dhe të shohim si zbatohen të drejtat procedurale. Dhe pasi patëm rezultatet e këtij studimi, rezultate të cilat, me thënë vërtetën, nuk, pra fatmirësisht konkluduam që procedurat zbatohen, absolutisht ka vend për tu përmirësuar. E mira nuk ka fund. Prezenca e prindit, prezenca e avokatit mbrojtës, prezenca e psikologut gjatë këtij procesi do duhet të vetëm përmirësohet? Të përmirësohet, të evidentohet, sepse ka mangësira që dhe kur janë prezent nuk evidentohen në për procedura dhe në për letra. Karta e të drejtave do duhet të vihet më shpesh dhe në momentin e parë në dispozicion.
afatet procedurale, mënyra se si institucionet e ndjekin procedurën do duhet bëhet në një kohë më të shkurtër dhe sa më të shkurtër. Pra studimi ka nxjerrë disa problematika, por ajo që është gjëja më e rëndësishme është që kemi një nivel të ullët të zbatimit masave të shmangjes. Pra të atyre masave të cilat të krijojnë mundësinë e riintegrimit sërish në komunitet dhe të përmirësimit të sjelljes. Këtu e ke fjalën që fëmijët që kryejnë dënimin penal për fat të keq nëse jepet pasi kanë arritur në një moshë madhore, ndërkohë nëse vuajnë këtë dënim. Kjo është një situatë krejt tjetër. Sigurisht nuk e vë në diskutim, po dua të them kur ti thua për shembull masat e riintegrimit të tyre. Masat e riintegrimit kanë të bëjnë me detyrimin për të shkuar dhe për të ndjekur shkollën. Detyrimin për të bërë një punë vullnetare në komunitet. Detyrimin për të kthyer në orën X në shtëpi. Këto janë masa të cilat i merr prokuroria apo gjykata, apo tërheqja e një vëmendje me shkrim, apo ndjekja e seancave psikologjike. Pra, këto janë masa të cilat prokuroria apo gjykata i vlerëson rast pas rasti dhe i merr rast pas rasti. Problemi është që për te i momentit të marrjes së një mase të tillë dhe të një vendimi të tillë, ky vendim do duhet të zbatohet. Dhe për momentin, zona gri e shoqërisë tonë është që ne nuk kemi kaq shumë shërbime mbështetëse për zbatimin e këtyre masave. Absolutisht nevoja për bashkëpunim ndërinstitucional dhe nevoja për të forcuar ato praktikat mira dhe ato programe që deri më tashmë, veçanërisht në këto vite nga momenti i hyrjes në fuqi të kodit të ri të drejtësisë penale, deri tani, absolutisht ka praktikat mira, absolutisht ka modelet mira. E rëndësishme është që këto të forcohen dhe që ky bashkëpunim ndërinstitucional mes sektorit mbrojtjes sociale dhe sektorit të drejtësisë për të mitur ka nevojë për një bashkëpunim dhe bashkërendim dhe komunikim të vazhdueshëm, duke patur në qendër interesin më të lartë të fëmijës, duke patur në qendër dhe në vëmendje të veçantë fëmijën dhe mirëqenien, dinjitetin dhe mirëritjen e tij. Sigurisht sepse riintegrimi i këtyre fëmijëve, të cilët në momente të caktuara të errta mbas të jetës së tyre fatkeqësisht për rrethana të ndryshme, ka nevojë të rikthehen shoqërisë, sepse ata janë gjithashtu po aq të dobishëm, pasi kanë shlyer shoqërisë përgjegjësinë për atë vepër që mund të kenë kryer. Dhe rasti i konfliktit të ligjit të mos trajtohet si një rast bardhëzi, ashtu si shteti të jetë miqësor, flasë këtu sistemi gjyqësor që jep vlerësimin, por dhe më miqësor do duhet të jenë institucionet shtetërore për të kuptuar se ata janë pasuri e kësaj shoqërie pavarësisht dëmit që ja kanë shlyer shoqërisë për atë që mund të kenë kryer. Pyetjen e fundit e kam familja. Në raport me këta fëmijë dhe shkolla, sa përgjegjësi mban për të ndihmuar bashkë fëmijët që të mos shkojnë drejt këtij momentit final, që është konflikti me ligjin, ku pastaj fëmia i dorëzohet këtyre rregullave dhe procedurave që i përcakton kodi penal? Tani natyrisht që kjo është një çështje komplekse. Në konferencën e cila na ka sjellë sot këtu, në fokus ishin vetëm institucionet e drejtësisë. Ishin të gjitha institucionet që nga arsimi i profesionistëve, ke Ministria e Drejtësisë, ke Shërbimi i Provës, ke Qendra për parandalimin e krimeve të ketmiturit, pra të gjitha institucionet e drejtësisë ishin pjesë e kësaj tryeze, që siç ju thash, ishte një moment reflektues për të thënë sa shumë kemi bërë dhe sa shumë kemi për të bërë. Por këto institucione nuk janë të vetmit. Familja është baza, shkolla është baza. Ne jo vetëm si Tardezom, po plot organizata tjera të shoqërisë civile kanë një vëmendje të shtuar tek fuqizimi i prindërve, ke programet e prindërimit. Shumë shpesh si qytetarë të këtij vendi ne përballemi me situata goxha të forta dhe të rënda, qoftë për familjarët e fëmijëve, qoftë për fëmijët vet. Edhe natyrisht që ndër vite themelet e familjes ne janë tronditur rënd. Sigurisht. Absolutisht do duhet që të ketë një lloj reflektimi gjithashtu për të brenda qelizës së shoqërisë dhe një paqe sociale dhe për të fuqizuar familjen. Dhe për të fuqizuar familjen, që familja pastaj të jetë në ekuilibër me shoqërinë.
Për të patur sa më pak raste të E tilla. natyrisht pastaj i gjithë sistemi arsimor do duhet të heci përkundrejt fuqizimit të këtyre fëmijëve, rritjes të njohurive të këtyre fëmijëve Dhe komunikimet me dhe familjet e tyre që e komunikimet kanë me këtë shqetësim. familjen. Albana Izeti, faleminderit shumë që ishe sot në studion e falenderoj. Mëngjes. Shqipëria është gjithmonë shumë pak kohë për të folur për çështje të tilla kaq delikate dhe të mprehta, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët. Por e rëndësishme është që ju keni bërë një konferencë të dobishme, me gjetje të dobishme që shpresoj të jenë reflektime edhe për institucionet shqiptare. A mundem shtoj vetëm diçka? Fjalia e fundit. Unë do doja që ta përfitoja këtë hapësirë për të falendëruar jashtëmasë shumë bashkëpunëtarin tonë në këto 3 vite dhe le të themi mbështetjen e shumë aktiviteteve tjera apo dhe të kësaj konference, Agjencinë Austriake për Zhvillim, E kuptoj. e cila ka qenë një nga mbështetësit kryesor të TRDZ për gjatë këtyre E viteve. qartë. Partnerët tanë ndërkombëtar kanë qenë prezent në fakt që kur reforma në drejtësi nisi të konceptohej në vitin 2014, pastaj u ngjiz në sallën e parlamentit në korrik të vitit të 2016 dhe dobia dhe vlerat e çmuara që ata sillin në sistemin legjislativ dhe penal shqiptar janë të dobishme për shoqërinë shqiptare që mëton të hyjë në Bashkimin Evropian, duke u përshtatur një shoqërie moderne, gjithashtu sociale dhe gjithashtu pozitive dhe miqësore ndaj fëmijëve. Kemi mbritur në minutat e fundit të emisionit drejt rubrikës të fundit, ku do të shkojmë drejt Kosovës për të folur pak me fituesen e Festivalit të Këngës në Radio Televizionin e Kosovës. Faleminderit shumë.